Në kuadër të shënimit të ditës botërore të autizmit, sot në shkollën e mesme të Ulët Mazlum Këpuska, është mbajtur një ligjëratë vetëdijësuese nga logopedi Dion Gjoka, me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e nxënësve rreth këtij çrregullimi zhvillimor. Autizmi është një çrregullim neurobiologjik, i cili vjen nga shkaqe të ndryshme të pavërtetuara deri më sot, edhe që karakterizohet me disa elemente kryesore. Elementet kryesore të autizmit janë tërheqja sociale, vështirësinë komunikim, edhe vështirësinë socializim që lidhet direkt me tërheqjen sociale, edhe disa lloje të stereotipeve, sjellje të përsëritura të cilat e karakterizojnë një person me autizëm. Mes tjerash, logopedi Gjoka theksoi se autizmi është një çrregullim që zgjat gjatë gjithë jetës dhe mund të vrejë që në moshë të hershme, duke bërë të rëndësishme identifikimin dhe ndërhyrjen e hershme. Autizmi është një çrregullim i cili zgjat gjithë jetën, edhe mundet më vrejtë në mosha shumë të hershme, kur një person është një vjeçar, mundëm me vrejtë elementet autizmit edhe ma herët se mosha një vjeçare. E jam të përmend qëllimisht çdo detaje për shkak që secili prind duhet me ditë se çka është autizmi edhe cilat janë këto detaje të cilat përcaktohen bazë milestonesave. Ai gjithashtu foli edhe për elementet kryesore të autizmit. Duhet me analizu zhvillimin e fëmijës në radhë të parë. Nëse një fëmijë nuk është i mri ato etapat e zhvillimit në moshë caktuar, edhe është shoqëruar me elementet autizmit, që atëherë kemi të bëjmë me dyshime për autizëm edhe ai fëmijë duhet të vlerësohet për një logopedi apo një psikologu dhe mu trajtu. Gjoka shtoi se qëllimi i kësaj ligjërate ishte që nxënësit të informohen më shumë rreth autizmit dhe të krijojnë një qasje më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse ndaj personave që jetojnë me këtë çrregullim. Sot kena ardhur me bisedu me nxënësat që janë të klasës 7 dhe të 9, edhe që janë mjaftueshëm të pjekun që me kuptu se çka është autizmi nëse i transmetohet prej një profesionisti. Po unë kisha dashur shumë që fëmijët më eduku dhe në mosha më të hershme, kur janë në klasë të parë apo në klasë të dytë, ku është koha që takohen me shokët dhe shoqet e reja, të cilat jo secili është i njëjtë me njëri tjetrin. Ndërkohë, nxënësi Omar Shehu shpreh se personat me autizëm nuk duhet të bullëzohen në asnjë mënyrë dhe se ata meritojnë mbështetje dhe përkrahje nga të gjithë. Me pas autizëm është shumë zërë edhe na gjithë duhet mi rujt edhe mes me i bullizu, se me i bullizu autistat është shumë keq. Se ata nuk kam pasif më lindë në këtë mënyrë, po veç jetojnë kështet. Na duhet mi rujt edhe me i mbajt afër e jo me i bullizu. Ky aktivitet u realizua në kuadër të ndërgjegjësimit për ditën botërore të autizmit, duke synuar promovimin e pranimit, mirëkuptimit dhe përfshirjes së personave me autizëm në shoqëri.